Vazhdojmë profesoreshës, pra dhe njëherë titullin doktor honoris causa. Universiteti i Shkodrës Luigi Kurakuqi përmes një ceremonie solemne i ka akorduar titullin doktor honoris causa studiuesës së njohur italiane Lucia Nadin në vlerësim të kontributit të saj të jashtëzakonshëm në studimet shqiptare dhe albanologjike. Titulli u dorëzua nga rektori i Universitetit Tonin Gjuraj. Ky vlerësim erdhi me propozimin e Departamentit të Historisë dhe Qendrës së Studimeve Albanologjike pas miratimit nga Senati Akademik dhe Ministria e Arsimit. Përmes këtij akti, Universiteti ynë shpreh mirënjohjen e tij institucionale ndaj një studiuese që me përkushtim, erudicion dhe ndjeshmëri të rrallë ndaj burimeve historike ka ndriçuar faqe themelore të kujtesës shqiptare dhe në mënyrë të veçantë të kujtesës së Shkodrës. Në emër të Universitetit të Shkodrës Luigi Kurakuqi, të Senatit Akademik, të trupës pedagogjike dhe të studentëve tanë, ju shpreh mirënjohjen më të lartë për gjithçka keni bërë për Shkodrën, për historinë shqiptare dhe lidhjet kulturore mes Shqipërisë dhe Italisë. E nderuar profesor Nadin, me këtë titull, Universiteti i Shkodrës ju pranon në bashkësinë e tij akademike me nderim, përulje, mirënjohje dhe respekt të thellë. Ky titull pasqyron jo vetëm respektin për kontributin e saj shkencor, por edhe mirënjohjen për rolin që ka luajtur si ndërmjetëse kulturore dhe akademike midis Shkodrës, Shqipërisë dhe hapësirës më të gjerë evropiane. Me anë të këtij rekomandimi, jam shumë nderuar të propozoj përdorjen e titullit doktor honoris causa profesor Lucia Nadin, studiuese dhe albanologe, me reputacion ndërkombëtar për kontributin e saj shumë të vyer në studimin, dokumentimin dhe promovimin e historisë së Shqipërisë në dimension adriatik dhe europian. Studiuesja italiane Lucia Nadin u shpreh se ky vlerësim ka një rëndësi të veçantë emocionale dhe akademike për të, duke theksuar lidhjen e saj të hershme me Shkodrën dhe studimet shqiptare. Ky vlerësim për mua është një moment shumë i rëndësishëm dhe emocional. Prej shumë vitesh kam punuar me historinë dhe kulturën shqiptare, dhe sidomos me Shkodrën, që për mua ka një vlerë të veçantë. Zbulimi dhe studimi i dokumenteve historike si stadet e Shkodrës ka qenë një nga punët më të rëndësishme të jetës time akademike. Ky titull nuk është jo vetëm një nder personal, por edhe një lidhje më e fortë me këtë qytet dhe me njerëzit e tij. Ai kolegi. Lucia Nadin njihet veçanërisht për zbulimin dhe botimin e statuteve të Shkodrës, një dokument me vlera të mëdha historike për Shqipërinë mesjetare, i cili u gjet prej saj në bibliotekën e Muzeut të Venecias. Po ashtu, studiuesja italiane ka sjellë kërkime të rëndësishme mbi emigrimin shqiptar në Venecie gjatë shekujve 15 dhe 16, traditën ikonografike të Skënderbeut, si dhe historinë e klerikëve katolik shqiptar në Republikën e Venecias. Lucia Nadin mban prej vitit 2010 dhe titullin qytetare nderi e Shkodrës.